Ditmar, që bëhet? Në thuj qik, që bëhet e ke mesazhet? Unë kanë mbi 10 mesazhe, thash, më ka ardhur edhe nga Rumania, nga Stefan Kokuneshi, më kanë ardhur nga Shkodra, më ka ardhur edhe nga një futbollist i kombëtar. Ja, me ja. Aktuale tani? Aktuale. Çfarë parti lu mesfush, mbrojtje apo sul? Mesfushor, kush ka lek në mesfush më gjë? Nëse marrin preferencë tani po bëj gazetari, po bëj teori konspiracion. Mund të jetë Kedi Bare se ai është shoku ngushtë me Uzonin dhe mund të bëjë. Le tani se po mori tani ka dalë hipoteka këto të gjithë. Ai më Uzon s'na bëre na ndryshove gjithë. Dy sulmuesët kryesorë që kanë bërë investime shumë të mira në Shqipëri. Kush? S'ka rëndësi. Ç'a vitesh? Tani më është shumë afër, bile janë akoma në gjendje pune. Në për shembull në kompleksin Deliorgji, kompleksin Deliorgji ka emër shumë bukur. Deliorgji është Deliorgji. Pra ata që se di nga që presidenti i Dinamos futboll, dhe ai ka pasur një lidhje direkte me futboll. Po pra ai 2004-ën. Se brezat kanë kaluar. Futbolli dhe paraja është tema, tema futbolli dhe paraja. Deliorgji ka pas edhe diçka të veçantë, domethënë se ka qenë nga vetëm president që erdhi nga biznesi, erdhi nga një mentalitet drejt. Shikoj, ja çfarë thonë se më nxorën prapë, por unë dua të iki nga kjo temë, shkoj te Silvinjo, më vën prapë Uzonin, s'ka mundësi. Ka koncesionuar një godinë brenda një fshati të madh turistik që po ndërtohet në Palas, ai ka investuar rreth 2000 metra katror. 1000% korrekt. Okej. Është pak a shumë 1000. Po, vlera? Vlera e investimit vlerësohet afërsisht 4 deri në 5 milionë. Këto janë nga webet. 3.2 është vlera reale, por me gjithë mobilimin, se po mobilohet mund të shkojë te 4. Okej. Një sekond, ja. 30 dhoma. Ky është një investim kryesisht normal për një futbollist të nivelit të Uzuni ka mbi 10 vite që luan në është drejt tani se tani i fryn gjerë shifrat edhe i çmavos. Në kompleksin Deliorgji në Tiranë për shembull, Sadiku dhe Roshi kanë bërë investime të jetës tyre. Kanë blerë apartamente, kanë blerë dyqane, kanë blerë ambiente, japin me qira. I kemi ndihmuar për të bërë këto procese se po dhe kanë bërë investimet e tyre. Dhe shiko, futbollisti ka nuhatjen për ta bërë investimin në fillim, sepse ka para dhe mundësit, pra nuk është blerës i final, domethënë futbollisti është blerës inteligjent, i bën investimet për ka dhe emri, no, se duhet kuptojmë që është edhe emri brenda. Emri është garancia më e madhe që ata kanë kur bëjnë investim. Mund të tani një investitor që shef një lojtar të kombëtares që do të bëjë një investim, patjetër, i ofrojnë gjithë kapacitetet e tij kapacitetet mund bëhen dhe ulje çmimesh. Po edhe PR-i është brenda. Edhe PR-i është brenda sepse Kot pas kemi bërë emisione futbolli, domethënë me gola këtu që brenda në real estate. Duket pjesën e dytë do themi më shumë. Do vinë emrat e tjerë. Gjergji, të lutem mbaj mas reklamave këtë. Mas reklamave do ta nisësh. Lutem zhupa se s'na lënë vetëm mas reklamave sepse nuk kemi kohë.